Më përbon, sot dëshëm ju dhoni këshill ju që jeni në lidhje, që mos ta humbni lidhjen duke bërë gabime idiote. Është shumë gabim me krahasu që keni tash me eksin. Është gabim që e keni në mendje herë, se pastaj më ia thonë është do t'ju fusim burg, se është krim. Ka 2 mënyra se mund të krahasoni. Të paktën të parën e dini edhe vetë që është gabim. Qofse e bëni, jeni thjesht plera. Uf, ç'a mërzitur, ti nuk më çon asnjëherë askund mua bush, ai që kisha para te më çonte në Dubai. Ç'a më ju thon më plak, thjesht vraponi. E njëjta gjë është nga ana çunave, nuk mund të thush ajo ka qenë më mirë se ti, mos u bëni budallej. Po sonte jam këtu për të thënë që është gabim nga ana tjetër, nuk mund t'i krahasoni as për mirë. Po sa mirë më trajton ti mua bush, ai që kisha para te më rrifte. Ha më çunë si thoni ju, duhet më ndjej mirë kur të thotë këtë gjë. Pse nuk ndihesh mirë, po kompliment po ta thot. Krahasimi i partnerit me dikë tjetër, qoftë edhe për mirë, sidomos për eksin që e ke pasur më parë, është toksik gjatë gjithë kohës në 100% të rasteve. Nuk ka asnjëherë nuk ekziston një gjë e mirë që do ju vi nga kjo, do ju vi vetëm prishje marrëdhënie. Nëse këtë doni, këtë boni. Qoftë edhe krahasimi për mirë, nëse ja thusi kompliment, siç folëm. Të vetëm gjoni që projektoni në mendjen e partnerit, çai fusni ju në mendje, është unë nuk çeka me vetëm në jetën tënde, ka pas tjerë, dhe ti mendon që gjatë gjithë kohës për të. Kjo është pak a shumë gjëja më toksike që mund bëni. Kjo është arsye kryesore pse i merrni dikur femrat virgjra, që mos ketë me këtë krahasoj. Kjo është diçka që duhet ta bëni vetëm nëse doni me prish marrëdhënie. Por nëse e ndjeni se do pak që nëse e humb atë, humb diçka nga jeta jote nuk është i soi, atëherë mase duhet të tërhiqesh afër, sepse po e shtyn larg. Falenderoni më vonë.